Inteligjenca artificiale po krijon një elit të re miliarderësh, ja kush janë njerëzit që po fitojnë miliarda nga qipat. Inteligjenca artificiale nuk po ndryshon vetëm mënyrën se si punojmë apo komunikojmë, por po krijon edhe një brez të ri super të pasurish. Pas shpërthimit të AI, kompanitë që projektojnë dhe prodhojnë qipat e nevojshëm për funksionin e saj janë kthyer ndër më të vlefshmit në botë, duke rritur ndjeshëm pasurinë e pronarëve dhe drejtuesve të tyre. Një shembull është edhe Kei Tae-on, presidenti i grupit SK në Korenë e Jugut. Ai kontrollon SK Hynix, një nga kompanitë më të mëdha që prodhon qipa memorie shumë të shpejtë të domosdoshëm për sistemet e inteligjencës artificiale. Rritja e kërkesës për këta qipa ka shtuar ndjeshëm edhe nevojën e kompanisë dhe pasurinë e tij, e cila sipas Forbes vlerësohet në më shumë se $5 miliardë. Emri më i njohur i kësaj industrie është Jensen Huang, themelues dhe drejtor ekzekutiv i Nvidias. Kompania e tij projektoi qipat më të kërkuar për inteligjencën artificiale, të cilët përdoren nga gjigantët e teknologjisë për të zhvilluar modele si ChatGPT. Forbes e vlerëson pasurinë e Huang në mbi $180 miliardë. Mes përfituesve më të mëdhenj është edhe Henry Samuel, bashkëthemeluesi i Broadcom. Kompania prodhon qipa dhe pajisje që përdoren në qendrat e mëdha të dhënave ku funksionojnë sistemet e inteligjencës artificiale. Pasuria e tij vlerësohet në mbi $35 miliardë. Në listë është edhe Lisa Su, drejtoresh ekzekutive e AMD. Kur mori drejtimin e kompanisë në vitin 2014, ajo po kalonte një periudhë të vështirë. Sot AMD është rikthyer mes kompanive kryesore të sektorit fal procesorëve të çipave dhe ata përdoren për inteligjencën artificiale. Forbes e vlerëson pasurinë e saj me rreth $3 miliardë. Një fakt interesant është se Lisa Su dhe Jensen Huang, rival në treg, kanë origjinë tajvaneze dhe janë në një lidhje të largët familjare. Megjithse Nvidia projekton qipat, pjesa më e madhe tyre prodhohet nga kompania tajvaneze TSMC. Themeluesi i saj, Maurice Chang, krijoi modelin e fabrikës që prodhon qipa për kompani të tjera. Sot TSMC prodhon mbi 90% të qipave më të avancuar që përdoren nga kompani si Nvidia, Apple, AMD dhe Qualcomm. Pasuria e Chang kalon $9 miliardë. Edhe Intel po përpiqet të rikthehet në garën për inteligjencë artificiale. Kompania i ka besuar drejtimin Lip Butan, një investitor dhe drejtues me përvojë në industrinë e çipave. Paketa e tij e shpërblimit është e lidhur me suksesin e kompanisë dhe mund të kalojë $80 milionë nëse arrin objektivat. Shenjat e para janë pozitive. Në 3 mujorin e dytë, Intel raportoi rritje me 25% të ardhurave, duke arritur në $16.1 miliardë. U rritën edhe të ardhurat nga njësitë që merren me qendrat e të dhënave, inteligjencën artificiale dhe prodhimin e çipave. Pas këtyre rezultateve, kompania rriti investimet e planifikuara për në vitin 2026 nga 18 në $20 miliardë. Nëse strategjia do të ketë sukses, pritet të rritet edhe pasuria personale e Lip Butan.